Mbrëmjen e kaluar, atmosfera në klubin Escape në Tiranë u përfshi nga energjia shpërthyese e Louis Ailit, i cili dhuroi një koncert plot ritëm, emocion dhe entuziazëm, duke ndezur skenën me praninë e tij karizmatike dhe performancën që nuk la askënd indiferent. Por përtej muzikës dhe dritave që vezullonin në çdo kënd të klubit, një moment i papritur dhe shumë i ndjer e ka rrëmbyer gjithë vëmendjen e ndjekësve që ishin të pranishëm në sallë apo që e ndoqën më vonë në rrjetet sociale. Chiara Tito, e pranishme në turmën plot entuziazëm, ka bërë një thirrje publike që është bërë menjëherë virale dhe ka emocionuar zemrat e të gjithëve. Ajo i është drejtuar Luizit me fjalët: "Mos dil shumë vonë Luizi, se duhet me u kthy te goca." Kjo fjali e thjeshtë, por e mbushur me ndjenjë dhe kujdes prindëror, është interpretuar si një tjetër dëshmi e jetës së re që çifti ka ndërtuar, ku përparësi ka tani Luna Mari, vajza e tyre e vogël që u bë 1 vjeç vetëm pak ditë më parë. Në rrjetet sociale kanë shpërthyer komentet dhe reagimet nga fansat që kanë përgëzuar çiftin për dashurinë që reflektojnë, por edhe për përkushtimin ndaj familjes, ku edhe në momentet më të zhurmshme dhe publike nuk harrojnë rolin e tyre si prindër. Pamjet tregojnë Chiarën të buzëqeshur, me një pamje elegante dhe të thjeshtë, duke ndjekur çdo hap të Luizit nga skena dhe duke qenë në krah të tij, jo vetëm si partnere, por si bashkëudhëtare në jetën e përditshme e deri në këto çaste artistike. Ky moment ka bërë që shumë ndjekës të ndihen edhe më të lidhur me historinë e tyre, një histori që nisi me romancë në sytë e publikut dhe që tani vijon në një realitet plot përmbajtje, përgjegjësi dhe dashuri të sinqertë. Luizi, gjithmonë i afërt me publikun, nuk harroi t'i dhuroj edhe një buzëqeshje Chiarës në atë moment dhe më vonë të ndaj momente nga koncerti me ndjekësit e tij. Kombinimi i një performance të zjarrtë dhe një thirrjeje të ëmbël nga jeta personale, ka bërë që kjo mbrëmje të mos jetë vetëm një koncert, por një përjetim që do të kujtohet gjatë nga të gjithë ata që ishin aty.